Në Venezuelë, llogaritet që paga e qytetarëve atje mjafton për të blerë një bukë në ditë. Sot, raportet e Bankës Botërore në Shqipëri thonë se 49% e popullsisë janë në prag të varfërisë. Pra 1 në 2 persona është në prag të varfërisë. Kartelet e drogës, bashkëshortja e Maduros, llogaritet që përfitonte nga 100.000 deri në 300.000 euro për një ngarkesë që kalonte për një avion që kalonte me kokainë në Venezuelë. Kurse këtu ke Maduro jon, kemi edhe vllajën e Maduros që ka fabrikë kokaine. Ka pas fabrikë kokaine, kemi vllajën e kryeministit. Pra sot Maduro ka larguar nga Venezuela 7.9 milion venezuelian, ndërsa ose 25% popullsisë, ndërsa ky që kemi këtu pas ka larguar 35% të popullsisë. Është njëjti model i narkoregjimeve që funksionon kudo. Po ju kujtoj diçka, sepse presidenti Trump deklaroi sot përsëri që radhën e ka presidenti i Kolumbisë Pedro. Nuk do të ndalet kjo. U tha që do ta bëjnë thanë që e bën këtë për shkak të naftës së Venezuelës. Po cilën naftë e Venezuelës? Po Kolumbia ka naftë? Cila është nafta që ka Kolumbia? Kush është Pedro i Kolumbisë? Është njëjti simbol i narkoregjimeve, drejtuesve të narkoregjimeve që kemi në Venezuelë, në Shqipëri, në Kolumbi. Pedro është njeriu i cili është i përfshirë familjarisht në trafikun e kokainës. Djali i tij është gjykuar nga drejtësia kolumbiane, i dënuar nga drejtësia kolumbiane për pastrim të parave të drogës. Dhe ka futur paratë e drogës për blerë zgjedhjet në Kolumbi për të bërë baban e tij president. Është sot njeriu i ndëshkuar nga drejtësia kolumbiane. Pra, por ka dhe diçka tjetër të ngjashme me Shqipërinë. Kolumbia është i njëjti vend i cili përsekuton opozitën dhe jo më larg se një vit më parë vrau kandidatin për president të opozitës në zgjedhjet presidenciale të Kolumbisë. Pra, shikoni se si janë ndërtuar narkoregjimet. Në Europë ka vetëm një narkoregjim, dhe ky është narkoregjimi i Edi Ramës. Nuk ka narkoregjim tjetër. DEA është instaluar vetëm Shqipëri, me zyrë, me numër telefonit publik. Është vetëm Shqipëri. DEA nuk është në Kosovë. DEA nuk është në Malzi. DEA nuk është as Maqedoni. Atëherë pse është vetëm Shqipëri? Sepse vetëm këtu kemi një narkoregjim. Dhe ky ndryshim, po të them, është historik, ky ndryshim, ky vendim që ka marrë presidenti Trump për të rrëzuar narkoregjimet është një vendim historik i ngjashëm atë të dhjetorit 90 apo me revolucionin e rrëzimit të diktaturave komunisteve në vitin 1989-1990. Është një vendim historik, sepse po i merr me radhë të gjithë të shtete hibride, komuniste, të ndërtuara me narkoregjimin, të cilat kanë marrë rrugën e ndëshkimit dhe rrugën e rrëzimit. Unë besoj dhe shpresoj që Shqipëria kësaj radhe të mos jetë më dominoja e fundit e rrëzimit të narkoregjimit, por të jetë nga dominot e para që do të bjerë gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma të Dr. Berisha, vitin parë inshallah për të gjithë shqiptarët. Unë vi nga Berishi, nga Tirana. Kam kaq kohë që po kërkoj atë pyetjen orbital, po nuk po e gjej. Nuk po e gjej se kam paguajt lek. Unë kam paguajt lek gjithë në padën këta që jetë në Tiranë kam paguajt lek për pyetjen orbital që nuk po e gjej dot. Ky gjati, ky nuk e di se ku është. Ky gjati nuk e dinte që në 2016 Shqipëria u mboll gjitha me ashash. Nuk e dinte ky, jo, nuk e dinte ky. Ky palloshi gjatë, se palloshi e ka pakzu kjo që kanë krah. Ajo e pakzoi, jo unë.
Unë e kam pagëzu Alibaba me 240 hajdut. 40 hajdut janë në burg, të janë edhe 200 që janë më të rrezikshëm se këta që janë në burg, janë më të rrezikshëm. Të gjithë ta, Dr. Berisha, të gjithë ta që shefti të mrapa meje, të gjithë ta e kanë nga i band nga mrapa. Unë ta garantoj. Më të rrezikshme e ka ky palloshi gjatë. Është e banda që thot Ertan Hoxha që rrallë dalin, po kur dalin të thikin derën. Është e vërtet. Po ata po dalin shumë shpesh. Ato bën si shtëpisë në Tiranë. Sa herë kanë për të bënë vrasje ata, ikën pas bloku policisë. Vjen më mrapa, ikën autorët drejtim pa duhur. Nuk e dinë të ky palloshi gjatë, se qa pazari po bëhet me tunelin e Llogaras. Nuk e dinë të ky, si ka gjë ky. Nuk e dinë të ky që rruga më e shtrenjtë në Evropë e ka shteti më i varfër në Evropë. Thoman Kashar, rruga më e shtrenjtë. Nuk e dinë të ky, po qa di ky më vllaç? Unë s'po e marr vesh qa di ky. Ky s'di ka si gjo. S'di ka si gjo ky. Do të Berisha kam edhe diçka e kam personale me ty. Të kam dëgjuar shpesh që përmend nënat me shumë fëmijë duhen respektu, ndihmu dhe nderu. Është e vërtet. Atëherë unë vi nga zona e Zberishit. Është një nën aty, komshie me mu ka rrethin e Zberisht. Një nga zonat më të lakuara të populluara të Tiranës. Ka 8 fëmijë, më i madhi është 13 vjeç, dhe Skedri Drenova, që e pret burgu Drenovës, normal. Është e konga, kjo rrugë e Drenovës, nane, atje ka verin. I ka prej ujtën e pishëm. Më i madhi fëmijë është 13 vjeç. I pren dhe asistencën, po pas daljes time në një emision në News24, se janë 2 televizione që s'kam brekta, është Syri dhe News24, me gjithë fadromat, ku du në që përdorën këta, gjobat që i vunë ati, nuk e blenë dot. Është edhe Syri, për hitë vërtetës, kurse tjerët i kam blejë, e diti më mirë se mu, se ke informacione. Atë dhe të Berisha, talja ma ne për zjallëmi, me jep një nga stafi jotë, vinë të shofin në qa kushtesh mjerushme jetojnë ata 8 fëmijë. Pin uj kanali, të betohet të vi kush detave vekojnë i Zberisht. Dhe të Berisha respekt e pa fund për ty. E dhe i gjithë. Mi mërëmë, doktor. Thonë Zoti hymë. Të gjithë ju uroj gëzu vitin e ndryshimeve. Ky vit ka ardhur me ndryshu, keni besim për këtë. Unë nuk kam që të them se para folqit i thamë gjitha. Unë dhe hyni një hulli tjetër që su përmen fare. Unë quëm Demir Bojani. Kam bën 21 vjet, 9 muaj e 21 ditë burg, nga këto 17 i bëna në Burrel. Shtëpia ime në Elbasan s'pati ropë. Nanën me i fmi më morën më quna ne ka dursi. Dhe nën për burgje nuk dishim jemi gjalla, kemi vdek. Dhe qameti thërriste kujen atje ku nuk kishte kufi mo. Mirë po, duke qenë me trashëgimni speciale dhe duke pas një kujet të çuditshme prej nonës, prej njëri tjetrit, ne dolëm, ne ardhëm sot t'i themi doktorit që me të burgosunit politik duhet bë edhe me trashëgimtarët e tyre duhet bë punë, se ky na përqau ky horr. Ky s'le gjë po bë, ky blen edhe djallin e blen ky. Ky është djalli vet. E kuptoni apo jo? Sot në Shqipëri gjen, domethënë, njeriu po ta studiojmë kështu si filozofi, më të nytin botë në filozofia nuk e shpjegon dot. Deri aty i ka çu njerëzit e i, në ata që marrë rreth vetes. Ai nuk mund të quhet njeri, ai urren kombin e vet. Ai na urren neve për vdekje, çai kemi bënë ati? Unë jam në Elbasan, dal
lagje ku jam rrit, njerëzit kthejnë kokën, shohin shtremët. Që të kam bëhë unë qyqarë, unë po të tregoj rrugën. Unë po të thëmë shika drita, hajde me mu, të marim dritën, në qojmë rrugën. Jo, du në të rinë nërsin, du në të rinë pa bukë, por rëft e dirama, që e shoftë Zoti me gjithë ta, e shoftë Zoti e dikuash. Pra, unë si burgosën i ndërgjegjes, i u bëjnë thirrje të gjithë. Këta kanë hy në tavolinë, po në marrin kafshat në fëmijëve. Këta po në vjedhin ne në forma nga më të degenerume. Që bëjnë këta? E bon euro 900 lekë. Po unë e kam fitu me gjakat ka dosh euro 1400. Qish më mori muaj 500 lekë mi vodhi pri herë, e në futi parët e drogës në buxhet.